Gjëllajmi i bujshëm ka të rënditur së fundmi i botën e showbizit shqiptar. Këngëtari dhe personazhi shumë i dashur për publikun Luizi Eili është paraqitur përpara gjykatës së Tiranës, pasi është vënë nën hetim nga prokuroria për çështje që lidhen me evazion fiskal. Sipas burimeve zyrtare, autoritetet kanë ngritur dyshime të forta se Luizi nuk ka deklaruar plotësisht të ardhurat e tij për 2 vitet e fundit, duke shmangur pagjesën e detyrimeve tatimore të përcaktuara me ligj. Prokuroria e Tiranës ka theksuar se hetimet janë të bazuara mbi të dhëna konkrete që flasin për një nivel të lartë të ardhurave të padeklaruara nga aktivitetet e ndryshme të Luizit, përfshirë koncerte, bashkëpunime muzikore, kontrata promovuese dhe projekte të tjera publike. Autoritetet fiskale kanë kryer verifikime të detajuara, nga të cilat ka rezultuar një mospërputhje e konsiderueshme mes fitimeve reale dhe atyre të raportuara në dokumentet zyrtare. Aktualisht, gjykata ka vendosur ndaj Luiz Eilit masën e sigurisë, arrest në shtëpi, duke i ndaluar atij lëvizjen e lirë deri në përfundim të hetimeve. Ndërkohë, këngëtari ka shprehur pakënaqësi dhe habi përballë këtij vendimi, duke konsideruar situatën të padrejtë dhe të pabazuar në fakte. Përmes avokatit të tij, Luizi ka theksuar se është i gatshëm të bashkëpunojë me drejtsinë dhe se do të vërtetojë pafajësinë e tij në çdo fazë të procesit gjyqësor. Në një reagim të shkurtër në rrjetet sociale, Luizi ka bërë thirrje për qetësi dhe durim, duke u kërkuar fansave të tij të mos nxjerrin përfundime të parakohshme. Ai është shprehur se beson fuqishëm në drejtsinë shqiptare dhe në zbardhjen e plotë të së vërtetës. Ky zhvillim ka shkaktuar reagime të shumta në publik dhe në media, pasi Luizi mbetet një nga figurat më të ndjekura dhe më të komentuara në skenën shqiptare. Pavarësisht akuzave të ngritura, Luizi vijon të mbetet një personazh me ndikim të madh në publik dhe me përkraje të gjerë në rrjetet sociale. Rasti i tij ka rihapur debatin mbi transparencën financiare të figurave publike dhe nevojën për një raport të drejtë mes suksesit profesional dhe përgjegjësive ligjore. Hetimet pritet të zgjasin edhe për disa muaj deri në dhënien e një vendimi përfundimtar nga ana e gjykatës së Tiranës. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.